Kam kënaqësinë pra të kem në studion e Çasti Dur mikeshën time, do ta thosha kështu, Klodiana Shala, e cila na ka frymëzuar, na ka bërë të ndërrojmë, e ka kthyer, ajo e vuri atletikën shqiptare, sidomos atë të femrave, por ndoshta themi atletikën shqiptare tamam, në fokus të njerëzve, sepse deri në atë kohë asnjëri nuk na kishte dhënë mundësinë që të përjetonim emocione aq të forta dhe aq të bukura. Kur e shikon veten tënde, mirë se më erdhe një herë, Mirë se të gjitha dhe jo, shumë më emocionua dhe po thoja që unë këto filmime nuk i kam dhe me të vërtet një emocion të papar, sepse fatkeqësisht ne jemi brezi që nuk kemi pasur Instagram dhe telefona dhe kjo është pak dhe shumë faleminderit që pas një përmbledhur. Formën fizike, pasionin me cilin ke garuar, momentet jashtëzakonshme. Tani duke i parë nga pak, se unë jam e bindur që ti ke folur për gjitha gjërat, por duke i parë nga pak aty ato, në gjithë të rrugtim, kush ka qenë më emocionuesi për ty zemër? Emocionuesi, me thënë të drejtën, emocionet që se te garat unë kam thënë kush janë ato garat që mua më kanë emocionuar shumë. Po emocioni më i madh imi është kur unë mbas 13 vitesh që kam lënë sportin dhe më njohin nga i vogli 2-3 vjeç dhe deri në moshë të thyher më njohin dhe kjo është ajo që mua më bën që të ndjehem mirë dhe të them që pas kam bërë diçka. Ke bërë diçka dhe ka lënë një shenjë shumë të madhe. Dhe këtu më njëherë më lindë ajo pyetja, meqense po më thua këtë gjë, çfarë të ka mësuar sporti për jetën përtej medaljeve, përtej arritjeve personale? Sporti. Jeta është një luftë dhe sporti më ka mësuar një durim dhe mos të dorëzohem kur. Dhe një disiplinë. Disiplinë, absolutisht, se pa disiplinë nuk ka asgjë në këtë jetë. Edhe jeta ka nevojë për një disiplinë të jashtëzakonshme. E mban mend fëmirin tënde ti atëherë kur ishe vogël dhe kuptoje që ishe më e shpejtë se gjithë shoqet, që kur gjendeshe në situata sportive gjithmonë shkëlqeje, kur dikush tha, hajde Klodian, sepse ti je e lindur për këtë punë dhe vendose të merreshe profesionalisht. Ose kur dikur, se unë ndjehem si në shtëpi dhe tani që kujtoj, ose kur dikur u vidhshin çantat atëherë ose varset e Floririt dhe Klodi vraponte për ta kapur. E ke seriozisht? Jam zbuluar që atëherë. I kapje këta që... O, zot, kjo do dhe kur hajo, se të djekësh një hajdut, është çmenduri që nga pak të ka shoqëruar me... Mbaj mend 94, 95, 96, 97 edhe atëherë. Ka pasur kështu në rrugë, po të kishe një varse, duhet ta mbaj me kujdes, ose çantën se... Dhe Klodi ishte. Dhe gjithmonë kur ulja me shoqet, kisha mbaruar sportin edhe isha e lodhur, do një mbasdita, do një drek, dhe i thoja, man, mbaje çantën afër, se të s'kom fuqi me që muaj dutin. E në të vërtet janë ato momentet që kur i kthesh pas në kohë të kujtojnë gjëra të cilat thjesht koha i vë aty dhe i harron. Kanë qenë vite të bukura, vite angazhimi, vite ku sporti bëhej me shumë sakrificë dhe me shumë pak kushte, krahasuar me çfarë kanë sot atletët, apo jo, Klodi? Absolutisht. Si i mban mend ato pistat e ashpra, ato pistat pa dushe? Pistat i thënçin. Dushe nuk u bënte fjalë. Ne s'kemi pasur tualet, jo dushe. Nuk bëhet fjalë. Nuk kishim këpucët, nuk kishim pistat, nuk kishim palestrat, shtangat që sot me një fjalë ushtrimet, nuk ishin gjëra shumë minimale, por kishim zemër. Punonim, një fjalë kur nuk ishim, unë nuk mbaj mend, sepse të gjithë sportistët e brezit tim që janë pa fund, jo vetëm të atletikës, kemi Pavlina Evron, Anila Mekshin, Alma Thanon, shumë sportistë, Viz Dembon, që tani janë vlerësohen në përbot, shumë sportistë që me të vërtet ato e kanë bërë me zemër dhe ne kur nuk kemi bërë muhabet sa rrogë do marrim apo si do ta ngrem apo s'do ta ngrem flamurin për këtë pjesë. Ne kemi pas një zemër jashtëzakonisht shumë të madhe dhe një atletarizëm të frikshëm, po të them, për Shqipërinë. Kush ka sakrifikuar bashkë me ty në ato fillimet e tuaj që të ndiqte, që të çonte në stërvitje, që të shoqëronte, kur ti ke qenë një fëmijë dhe kush ka qenë njeriu që ka rrugtuar bashkë me ty derisa ti mbritet tek suksesi jot?
Me mua, fillimet 3 muajshin e parë, unë kam pasur pak shumë me babin që gota ime nuk do shkoj se flitet vitin 93. Atëherë ka pasur probleme shumë dhaja. Që vajzat të shkonin bazdite në stërvitje. Që mos t'i kujtojmë që po t'i themi me i fjallë është duket sikur neve... Po, kanë qenë vite shumë të vështira, vajzat rëmbeheshin, situatat vështira, sigurisht ai fillimi i tranzicionit ka qenë me të vërtet viti çuditshëm. Dhe unë 3 muajt e parë bëja sikur shkoja me mamin tek tezja ime, derisa babit ja thatë disi kështu me lezet. Jo, dola në gazet. Dhe aty doli që Klodiana Bashkim Shala zuri vendin e parë në Shqipëri dhe kështu pastaj nga ajo ditë babai im nuk u nda me mua dhe ishte në çdo aktivitet dhe rrugë time. Shi, bor, ftoht, sakrificë. 8 orë në ditë stërvitje, ne kemi bërë shkollën vetë, që nuk kemi pas me fjalë ndihma, se tani ka pasur goxha ndihma. Shkonim në shkollë, unë gatuaja vetë. Atëherë s'kemi pas lavatriçe dhe mbaj mend ditë diele, hyja në orën 7 të mëngjesit për të larë dhe dilja në orën 3 nga banjo. Është një sakrificat pa parë, se... Por, thash, është... Po mos kisha familje, nuk do kisha arritur kur. Çfarë natyre ka qenë babi? Ai ka qenë një natyrë që të shtynte, të ishe më ashpër, apo edhe kur ti nuk ishe fort në forma të dite, kishe një shpatull mbi vete ku thoshte s'ka gjë bab se nesër do jesh. Babi im, unë dhe kur bëja gabime, se në jetë do bëjmë gabime, absolutisht, kur bëja diçka, i thoja babit kam gabuar këtu, dhe më thonte shumë mirë që ke gabuar, se do mësosh, i thoja po është gabimi madh kjo. Shumë gabimi madh. Thote, e rëndësishme është që ti e ke kuptuar, por ne nga gabime dë mësojmë. E kam pasur mbështetjen jashtëzakonisht shumë madhe, nga hapat e mi të parë dhe deri në momentet e fundit. Të paktën të kalon kujtime shumë të bukura, të kalon momente shumë të veçanta, pavarësisht se humbja e tij për ty nuk ka qenë e thjeshtë dhe ti këtë gjë e ke reflektuar. Por sot, ti e kjo që je falë edhe këmbguljes dhe mbështetjes madhe që ai të ka dhënë. Absolutisht që po. Çfarë i ke marrë atij si karakter më tepër? Babit do t'i ke marrë pjesën që jam e vërtet, jam çfarë dua të them, dua me fjalë çdo gjë që ti mund të marrësh vesh, merr vesh prej meje. Je drejt për drejt. Nuk e merr vesh nga të tjerët. Kjo është shumë më nuk kam pjesën që më pëlqen kjo pjesa. Mamin shpeshherë më thonte që si nuk je ti egoiste, sportiste që nuk je egoiste. Babi ka pasur atë pjesën që e rëndësishme është familja jonë dhe ne mos i bëjmë keq njeriu dhe çdo kush ka fatin dhe çdo gjë të vetën dhe unë këtë nuk e kam. Me fjalë më vjen mirë që më vjen shumë mirë që shoqëria ime ose dhe njerëz që nuk i njoh por që janë mirë dhe më pëlqen kjo gjëja që nuk jam. Pra të bëjnë të ndihesh mirë dhe egoizmi i tepërt nuk të ka shoqëruar në jetën tënde. Nuk e kam pasur. Megjithatë, në këto vite që ke lënë sportin, ti me sa kuptoj unë, ke mbajtur një nga zakonet më të mira që ke patur që përpara se ta lije sportin. Dhe të gjithë e dinim që kur e kam thënë dhe njërë tjetër në emision, dhe them, kur gatuan të Klodi, bëheshin tava të tëra, unë vete, nuk e kam provuar, me gjithë se sot më ka ardhur me duar plot, po të gjithë më thoshin që ka gatuar Klodi, ka bërë një tavë, për shembull ose një byrek, ose një gjë, dhe që në palestrën ku ishte që punonte atëherë, të gjithë që ishin për e dohanin, sepse ajo, nëse dinte të bënte një gjë në mënyrë të jashtëzakonshme, ka qenë pikërisht kjo talenti i saj i dytë. Që, me sa duket kur le sportin, shkove drejt asaj që e doje shumë. Të ushqemi shëndetshëm, të jetojmë shëndetshëm, palestra dhe të ushqyerit mirë. Është gjëja që mua më... Çfarë të ka lidhur kaq shumë me shijen, me ushqimin? Këtu duhet ketin çik dorë mami. Mami ka qenë kuzhiniere, absolutisht. A pra? Mami. Do ta përmendim mami se tani kush e di çfarë do më thotë. Se na se po të shoh Klod se ngele. Se ti vetëm babi. Mami ka gjën më të mirë që është që lëngun e mishit dhe kolagjenin nuk ma ka ndarë kur. Dhe unë vazhdoj sot e kësaj dite që
Akoma nuk po marrë kolagjen të blerë, po vazhdoj duke hëngër kolagjen të freskët. Edhe të gatuarit mirë dhe të ushqyerit mirë është mami. Po mendim babit, prapë gjithsesi. E kuptoj. Kush është pjata më e mirë që ti gatuan? Në qoftë se sot flasim shëndetshëm dhe ti ke një gjë që e ke si flamur tëndin që nuk ta merr dot kush, apo nuk është e shëndetshme ajo që ti të bësh më mirë? Jo, unë bëj supën me kolagjen, bëj qullën me pul që e kam shumë qef, pilaf me pul. Unë gjithmonë i quaj të shëndetshme gjërat. Qik këto tironse, qik shtu tradita joni, qik aty na vdes për qik qumë. Bëj. E bën, a? Do njëherë për qefin tatë. Jo, ndonjëherë bëj, unë gatuaj. Tani kam shpëtuar prej vllajt, kështu që gatuan vllaj. Po vllai ka qenë për shumë vite në Amerikë. Ka qenë për shumë vite. Çfarë ndodhi që ju kthye? 30 vjet ndoshta, diçka e këtij. 24-5 vite. Po themi, 25. Albani ka ikur kalamame, i fjalë është larguar, por pati një ndarje nga bashkëshortja, nga ish bashkëshortja dhe vendosi që atë që unë doja që këmbgulje që të ushqemi shëndetshëm, se unë palestrën e kam mbajtur, e kam pasur të hapur gjithmonë, kurse pa ndihmën e vllajt unë nuk mundesha do të hapsha këtë restorantin, kështu që vllai erdhi për të gatuar si shef kuzhine që është dhe ma bëri ëndrrën realitet. Kjo ishte. Shikoj, mblodhet forca 2 single më duket. Edhe tham tani. E kthyet. Se thënë, bëjmë një qik shaka. E kemi kështu kush gatuan mirë, ditë bëj dhe shumë gjëra tjera mirë. Po fat në dashuri ka kush gatuan mirë? Ja, aty jemi djeg të dy. Aty keni ngelin klasë. Unë s'di të gatuaj fare një lloj amiq mos e vrit më. Kështu që s'kemi... Ne jemi brezi, ai brezi që na ka kapur, e di si them, ne jemi brezi që kemi gjetur Stambollin me të pyetur. Ja dalim çdo gjë, ai ku të duash, edhe prap do jemi edhe do ecim në këmbë. Në fakt, këtu më lind një pyetje që ka të bëjë jo vetëm me marrëdhënien personale, se sigurisht marrëdhënia personale është një gjë shumë e drejtë për drejtë, por edhe me ato miqësore, edhe me ato familjare, edhe me përgjatë jetës tënde, përgjatë gjithë këtyre sfidave, sakrificave, me siguri që ka patur njerëz që të kanë mbështetur, po dhe nga ata që të kanë tradhtuar, do të thosha në thonjza tradhtuar, si e ke përjetuar këtë ndjenjë në përgjithësi? Më përpara jam mërzitur shumë. Me thënë të drejtën tani nuk më bën më përshtypje fare, kështu që është jeta ose ndoshta pjekja ose ndoshta këto që na kanë tradhtuar shumë në çdo aspekt, se nuk është të thënë ka tradhtuar vetëm bashkëshorta. Patjetër, personi me cilin jeton. Po më e vështirë është miqësia kur të tradhton, me fjalë ajo të vret më tepër. Dhe e kam kuptuar që në jetë jemi vetëm, nuk duhet të mërzitemi aq shumë. Mërzitemi pak ato 2-3 ditët e para, pastaj duhet të mësojmë të lëmë gjëra të rrjedhin dhe të ikin. Të ikin, absolutisht, sepse për ndryshe nuk do ecim dot përpara. Dhe të mos mitizojmë njerëz të cilët ndoshta... Jo të gjithë, megjithatë tani që po më futet në mendime, njerëzit që kanë tradhtuar, ndoshta kanë qenë, ashtu kanë qenë, po ne e kemi kuptuar në ato momente që... Se kanë treguar fytyrën dhe ka momente. Absolutisht. Unë kam një miqësi shumë të mirë me miqtë e mi, e mikët e mia shumë të mira që ndër vite, pavarësisht se çfarë peripecinash apo situatash kemi pasur, ne jemi po aty për njëri tjetrën. Për shembull, një nga njerëzit që gjithmonë të kam takuar sa herë që ka është Eraldo Rexha, ai na bën bashkë pas here, përshëndesim shumë, dhe është një nga ato njerëzit si dritë. Por e kisha pak edhe më të gjerë këtë pyetje, do të çoja pak në një prizëm pak më specifik. Po politika, në të cilën je përpjekur për që mendon se të ka tradhtuar pak në ato idealet e tua? Tradhtuar. Unë jam larguar kam... Zhgënjur, po, absolutisht. Po unë, kur kam qenë në politikë, në pjesën politikës, jam marrë thjesht vetëm me pjesën e sportit. Dhe pjesa e sportit ka qenë, kam hyrë disa herë në për institucione që i kam thënë nuk keni bërë asgjë, nuk keni bërë më saktë asgjë për sportin, se unë s'kam qenë vendimarrëse, nuk keni bërë asgjë për sportin, kështu që nëse
si që janë 2-3 gjëra që janë bërë vendimi i Këshillit Ministrave që është bërë për sportistët që tani kanë pensionin, kjo ka qenë një iniciativë jotja, shumë e fortë. Siç është qendra olimpike që aty do u ndërtonin pallate, po unë hyra në kryeministri dhe e mora dhe i thash këtu do bëhet qendra olimpike. Dhe kur pash disa momente që nuk ishte dëshirë, unë të roqja, me thënë të drejtën. Dhe jam të rejshë jo për interesat e mia personale, jam të rejshë për interesat e sportit, sepse me thënë të drejtën më dhëmë, dhe kur e them më dhëmë në shpirt dhe më dhëmë. E di se kemi folur dhe prandaj të pyeta. E mbaj mend të kemi folur për këtë gjë së bashku dhe e di që ke pasur ëndra shumë të mëdha. Megjithatë, ti ke bërë realitet një ëndër të vogël që është një iniciativë jotja, siç e the edhe me vllajin tënd. Si ndihesh këtu tani? Ti ka jo gjëja që ti të paktën e ndërton me sakrificat e tua, me besimin tënd, me vërtetësinë tënde tek e fundit, ku ke mundësi ti bësh gjëra dhe jo të ndikohesh pra nga të tjerët. Të them të vërtetën? Po. Më bëre pyetjen e zhgënjur këtu, ndihem e zhgënjur. Pse? Në biznes, sepse kur bën diçka me shpirt dhe shikon që njerëzit nuk janë të vërtetë, ose ti e bën atë pjesën, këtu në Shqipëri dua njerëzit që fusin kronin, thamë. Nuk e di si mund ta themi. Të krejnë, pra të thonë bëje se do vim, do rrim, dhe në momentin që përballesh me të vërtet me këtë realitet. Jo, unë bëj diçka, me i fel bëj diçka, dhe të pjesa të ushqyerit është gjëja reale, dhe të pjesa e sportit është pjesa reale që e bëj. Por njerëzit nuk duan njerëzit e vërtetë këtu. Është një gjë që ne e folëm shumë. Dhe prandaj jam pak e zhgënjur në këtë pjesë dhe them mos ndoshta duhet të largohem. Do t'ikësh nga Shqipëria? E them të shpeshherë, them të vërtetën apo jo. Nuk them do iki. Do ishte humbje e madhe gjithsesi. Unë nuk ta këshilloj. E di, në fakt, ne sot patëm një temë të gjerë ku thoshim që njerëzit janë shumë herë më të gatshëm të të bëjnë një like, një wow, një namin Instagram, dhe kur është me të vërtetë ajo empatia, kur duhet vinë aty te restoranti apo te gjëja që ti e bën me aq mund. Jo, dua që të jemi me i fel çdo gjë të bëhet e vërtetë, dhe më vjen mirë që me të vërtetë dhe televizionet majnë gazetar të vërtetë dhe nuk majnë gazetar që thjesht vishën bukur. Dhe e njëjta gjë dua që të shkoj në çdo aspekt, në çdo punë. Po e mbyllim me këtë mesazh sepse po më bën shenjë që kemi vajtur drejt minutave të fundit, kemi 20 minuta që flasim këtu. Ishte kënaqësi dhe një herë që të kam. Kënaqësia ime. Ti e di mua më kemi kesh dhe gjithmonë e ke derën të hapur sa herë që të duash të shkoj. Erdha me një kënaqësi të madhe. Faleminderit. Përfundojmë këtu edhe për sot me çasti i dur. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët. Yllësërisht takim nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.